Muhammed Hussein e ka emrin, është egjiptian dhe ka shkuar në Medinë. Te xhamia Profeti alayhis salam është dietar dhe ka qenë përgatitur që t'i japi ders njerëzve. Kur jam let njerëzit, është ngret një prej xhamatit dhe i ka shkuar afër, ka thonë: "O sheh, se kështu i thon hoxhës, o sheh, o hoxh, prit. Mos e fillo dersin. Ta tregoj historinë time, pastaj historinë time tregoj këtyre njerëzve." Ky njerëz që ishte ngret prej xhamatit, ky ishte milioner, multimilioner, egjiptian edhe ky. I thot shehut i dietarit, thot para 2 vitesh kam qenë i paralizuar. Gjys paralize. Nuk kam mujt me lëviz. Nuk kam lënë vend të dynjas pa shku, deri në Angli kam shku, më vizitu, nuk kam pas ilaç. Nuk ka pas ilaç. Dhe thot një ditë për ditëve që ashtu me kolice. Shof, e kam ndes televizorin dhe shikoj qabën, shikoj njerëzit u bë tavaf. Më hyri një mallëzim. Dhe i them djemve të mi, merrni do më çonin qabën, bëj tavaf dhe bëj umre.